Sezoni turistik në Vlorë ka nisur me një histori të vjetër, si kundër është mungesa e rojeve bregdetare. Gjatë një vëzhgimi të realizuar këtë të shtunë në plazhet e qytetit të Vlorës, vjet re mungesa e rojeve bregdetare, si kundër po ndiqni nga pamjet në ekran, ndërsa kullat e vrojtimit, të cilat duhet të ishin në dispozicion të tyre, janë të boshatisura, si kundër ndiqni nga pamjet në ekran. Kjo është shtunë shoqëruar me erë në bregdet dhe me dallgë të cilat kanë patur lartësi të konsiderueshme, duke bërë situatën edhe më të rrezikshme dhe më të vështirë, sidomos për fëmijët, por edhe të moshuarit. Ndaj më shumë se kur në këtë ditë, mungesa e rojeve bregdetare ishte më evidente dhe prezenca e tyre ishte e domosdoshme. Fatmirësisht kjo shtunë nuk ka sjell problematika apo pasoja të cilat mund të rrezikonin jetën e pushuesve, pavarësisht dallgëve të larta si kundër po ndiqni nga pamjet në ekran. Mungesa e rojeve bregdetare në Vlorë është një problem i vjetër dhe i pasgjidhur, ndërsa kullat e vrojtimit janë bosh, si kundër po ndiqni edhe nga pamjet, ndërsa qytetarët mbeten të rrezikuar nga momenti në moment, edhe pse subjektet private, por edhe Bashkia e Vlorës e ka për detyrë të sigurojë vendosjen e rojeve bregdetare në plazhe. Kjo gjë nuk po zbatohet. Sezoni turistik i këtij viti ka nisur me këtë mangësi dhe këtë problematik që mendohet dhe shpresohet ndoshta të rregullohet gjatë periudhës në vijim. Një situatë shumë shqetësuese, ku nuk kanë munguar, ashtu si kundër edhe një vit më parë, rastet e mbytjeve në det. Prezenca e rojeve bregdetare është më se domosdoshme dhe imediate për të bërë të mundur dhënien e ndihmës së parë ndaj pushuesve që mund të shfaqin problematika të ndryshme në det. Sikundërishte, edhe kjo është shtunë ku në plazhin e Vlorës dallgët kanë qenë të lartësisë së konsiderueshme.